Në këto ditë të nxehta të verës, ndërsa temperaturat janë në rritje, vjet re një tharje e përgjithshme e gjelbërimit në park dhe lulishtet e qytetit. Qytetarët shprehen të shqetësuar për këtë situatë, duke theksuar se sistemet e vaditjes nuk funksionojnë siç duhet dhe parku nuk vaditet rregullisht. Është fatkeqësi shumë e madhe që të vuj populli me këtë thasje të madhe. Ne kemi lumej. Patjetër pashu, as i vend e Evropës nuk ka kaq lumej sa ka Shqipëria. Kjo është punë neglizhencë e qeveritarëve që drejtojnë, që të dihet vendit se nuk ka arsye fare hiç. Të dihet, nuk funksionojnë. Janë shumë pak. Funksionon 25%. Kaq, jo 100%. Unë kam pas raste, shikojmë televizor, kam në Itali kam se kanë fitja. Edhe vendet tjera shikoj, janë parqe, lulishte, lulzon çdo gjë. Ja, shikoj, bari i thatësh, ja. S'duhet i thatë bari. Jo, unë mendoj që janë po abuzohet. Abuzohet ka qytetar pandeshëm, partitë që ka pandeshëm, që vjedhin, kanë hapur pasione, bëjnë gjitha, sepse çdo gjë është shmall, edhe ujti është shmall, edhe ujti i paguhet. Edhe qytetari që harxhon një pjesë, sa harxhon, duhet ta paguajë, po nuk e paguajnë. Tu përfiton njerëz të pandeshëm. Njerëz të ndeshëm paguajnë. Kemi dalë deri lart në fund të parkut. S'kemi parë njëri me vaditje. Ka tani punëtorët, 2 punëtorë i pam tani, vajtën hodhën ca plena aty ke kazani, vajtën për parset, ikën në shtëpi. Tani vetëm këto 2 qesme janë. Funksionare janë, ditës, gjithë ditës. Po kemi atë parkun, thash, kanalin 8 nga cepi në cep tjetër, që është funksional ai, çfarë funksioni kryen. U bë, janë ndërgju para për atë, nga taksat e qytetarëve. Çfarë funksioni ai, vetëm për qena të pista. 5 metra i thellë, kanal, pa gjë fare. Nuk e dim se çfarë funksioni ka. Banjot publike, ujë nuk ka njerë aty, ke banjot publike. Qesmat janë mbyllur. Mas e kanë vënë në një markush, diku për punuar ato pastruese. Po, edhe të thatë pimësia, ja, të kalua zhugës aty, janë tharë ato që ka pas lule, gjana shumë. Po së vaditën, thatë. Me sa duke nuk funksionon. Bashkia, sigurisht. Ajo kanë dorë. Po, kam pa disa punëtorë. Kam pa disa punëtorë që punojnë. Në përgjithësi, po, e kam parë, po jo në vazhdimsi, në përgjithësi. Them që më tepër kujdes duhet të ketë nga punëtorët e bashkisë për pastrimin dhe për vaditjen. Duhet bëhet më mirë, më në rregull. Po gjë që është këtu, freskohemi aty, aq po për të bashkë. Jam i pak kënaqur. Sepse mund të vinë njerëzit në orën, po them 6:30, baja është mbyllur. Pas orës 7, mbyllur. Nuk jam i kënaqur.